Shtëpia e Big Brother Kosova gjithmonë ka qenë një vend i veçantë. Brenda saj, çdo ditë është një eksperiencë e re, e mbushur me sfida, emocione dhe marrëdhënie që ndryshojnë shpejt. Për banorët është një botë e ndarë nga jashtë, ku çdo hap, çdo fjalë dhe çdo emocion regjistrohet dhe vëzhgohet. Kur Dolce hyri në shtëpi, ajo ndjeu një kombinim emocionesh, nga emocionet për aventurën e re deri te frika se si do të integrohej në grup. Njëra nga gjërat që e bëri më të ndjeshme ishte atmosfera, drita e ngrohtë, tingujt e qeshjes, diskutimet dhe shakat që përhapej në çdo cep. Në ditët e para, çdo banor përpiqej të kuptonte mënyrën e funksionimit të tjetrit. Disa krijuan miqësi të shpejta, të tjera mbajtën distancë për të parë lojën nga afër. Dolce u përpoq të bëhej pjesë e grupit, duke biseduar, duke ndihmuar në detyrat e përbashkëta dhe duke treguar humorin e saj të veçantë. Një nga momentet më interesante ishte kur filluan aktivitetet e përbashkëta, sfida fizike, kuzhinës, dhe lojra strategjike që testonin durimin dhe aftësitë e banorëve. Të gjithë ndiqnin me kujdes çdo lëvizje dhe rivalitetet filluan të shfaqeshin natyrshëm. Disa konkurrentë ishin konkurrues të fortë, të tjerë tentonin të krijonin aleanca për të mbrojtur pozicionin e tyre. Dolce dhe disa banorë të tjerë shpesh diskutonin strategji dhe ide për lojën, duke e bërë ambientin më dinamik. Ata nuk kursyen të qeshurat dhe shakat, por gjithmonë kishte edhe tensionin e padukshëm që i bënte të gjithë të mbajnë kujdes për secilën fjalë. Një pjesë tjetër e jetës në shtëpi ishin bisedat intime dhe reflektimet personale. Banorët shpesh ndanin frikën, shpresat dhe nostalgjitë e tyre. Këto momente e bën Dolce të ndihej më e lidhur me të tjerët dhe ajo filloi të krijojë marrëdhënie miqësore të forta. Përveç argëtimit dhe lojës, këto biseda i dhanë dimension emocional që shikuesit jashtë shtëpisë mund ta ndjenin edhe pa qenë aty. Përveç miqësive, kishte edhe konflikte që ngriheshin nga mosmarrëveshjet e përditshme. Kush do të përdorte kuzhinën i pari? Si do të ndaheshin detyrat, ose thjesht nga egot që shpesh shfaqeshin në ambiente të mbyllura. Dolce shpesh gjeti veten në mes të këtyre konflikteve, duke mësuar të balanconte mes diplomacisë dhe qëndrimit të fortë për veten. Një nga momentet më të paharrueshme ishte kur banorët përgatitën një mbrëmje tematik. Dolce dhe disa të tjerë kontribuan për dekorimet, ushqimin dhe argëtimin. Ishte një rast për të treguar anën e tyre krijuese dhe për të ndjerë bashkësinë. Buzëqeshjet, shakat dhe komplimentet e ndërsjella e bën këtë moment të veçantë. Ndërsa ditët kalonin, vëzhgimi i kamerave regjistronte gjithçka, momentet e qeshjes, debatet, strategjitë dhe emocionet e sinqerta. Dolce filloi të ndjehej më e sigurt dhe më e përfshirë në lojë. Ajo mësoi se Big Brother nuk është vetëm një lojë për eliminim, por një eksperiencë që teston durimin, aftësitë sociale dhe emocionalitetin e çdo banori. Dita për ditë, çdo sfidë, çdo diskutim dhe çdo moment i heshtur kontribuonte në ndërtimin e një historie më të madhe brenda shtëpisë. Shikuesit mund të shihnin jo vetëm lojën, por edhe transformimin personal të banorëve. Dolce dhe të tjerët u bën më të ndërgjegjshëm për veten, mësuan të bashkëpunojnë dhe të përballen me stresin dhe emocionet në mënyrë të re. Në fund, Big Brother Kosova nuk është vetëm për eliminime dhe drama televizive. Është një vend ku njerëzit mësojnë për veten, ku krijohen miqësi të vërteta, ku rivalitetet sfidojnë karakterin dhe ku emocionet e sinqerta shfaqen në mënyra që asnjë rrugë tjetër nuk mund t'i ofrojë. Dolce, me gjithë aventurën e saj, u bë pjesë e këtij ekosistemi unik, duke kontribuar me humorin, energjinë dhe sinqeritetin e saj. Kështu, çdo ditë e re sjell sfida të reja, histori të reja dhe mundësi për ndjenja të thella. Big Brother Kosova mbetet një eksperiencë që teston jo vetëm aftësitë e lojës, por edhe aftësitë e jetës, të bashkëjetosh, të kuptosh dhe të lidheni me të tjerët në mënyra që shpesh nuk i prisni. Ishte një mbrëmje e qetë në shtëpi. Dritat e zbeta të dhomës krijonin hijet e tyre të gjata mbi tapetin e ngrohtë, dhe zërat e banorëve të tjerë ishin të ulët, duke folur në grupe të vogla, por Lim nuk i dëgjonte. Ai ishte ulur në qoshen, duke u përpjekur të përmbajë mendimet e tij të trazuar. Ditët e fundit kishin qenë të vështira, tensione të vogla, thashë theme, paqartësi, dhe Lim ndjeu nevojën për diçka që do t'i qetësonte shpirtin. Afër tij ishte Beni. Pa fjalë, pa zhurmë, ai u afrua dhe e mbajti ngadalë Lim në krah. Ishte një gjest i thjeshtë, por për Lim kishte një peshë të madhe. Nuk ishte diçka që kërkonte spektakël. Nuk kishte spektator. Ishte një akt i heshtur mbrojtjeje, një afërsi që fliste më shumë se çdo fjalë. Lim ndjeu se mund të lërë tensionin të largohej, të marrë frymë të lirë, të ndjehet i mbrojtur. Asnjë nga të dy nuk foli për disa minuta.
Vetëm heshtja mbushte hapësirën. Dhe kjo heshtje nuk ishte bosh, ishte e mbushur me kuptime, me një përkujdesje që nuk kërkonte asgjë përveç pranisë së tjetrit. Lim ndjeu ngrohtësi në zemër, një ndjenjë sigurie që nuk kishte ndjerë për një kohë të gjatë. Ai mund të ishte thjesht vetvetja, pa maska, pa frikë, pas disa çastesh, Lim u përpoq të flasë. Fjalët i dolën të ngadalta, pothuajse me vështirësi. Beni. Nuk e kisha menduar kurrë se do ndjehesha kaq. I qetë. Beni buzëqeshi lehtë. Nuk ishte një buzëqeshje e madhe, por një që tha shumë. Një shikim i sinqert që i tregoi Lim se nuk kishte gjykim, nuk kishte presion. Vetëm prani, ndonjëherë, ne nuk kemi nevojë për fjalë, tha Beni. Mjafton të jemi këtu. Lim e kuptoi menjëherë. Ai ndjeu lehtësim. Ishte një ndjenjë e vogël, por e fuqishme, si të hiqej një peshq që mbante mbi supet e tij prej ditësh. Ai u mbyll më fort në krahët e Benit, jo nga dëshira për diçka të mëtejshme, por për të ndjerë se nuk ishte vetëm. Banorët e tjerë i shikonin nga larg, disa duke folur nëpër grupe. Disa duke i vënë re, por duke bërë sikur nuk shikonin. Por për Lim dhe Beni, bota ishte ndalur. Ishte vetëm ky çast, ky moment i vogël, por i fuqishëm, disa minuta u bën dhjetëra. Lim filloi të ndante mendimet e tij më të brendshme me Beni, fjalë të thjeshta për shqetësimet, për lodhjen, për momentet kur ndihej i vetmuar në mes të njerëzve. Beni e dëgjoi me kujdes, pa ndërprerje. Për çdo fjalë që Lim thoshte, Beni përgjigjej me një shikim ose një gjest të vogël që i tregonte se ishte aty, gjithmonë aty, pa gjykim. Në këtë mënyrë, disa minuta të zakonshme u kthyen në orë të gjata mendimesh, ndjenja dhe reflektimesh. Lim kuptoi se afërsia nuk kishte të bënte me spektakël, me batuta apo me vëmendje nga të tjerët. Ishte thjesht për të ndjerë se dikush të kupton dhe të mbështet pa kushte. Më vonë, kur bisedat e banorëve të tjerë filluan të rriteshin, Lim dhe Beni nuk u ndan menjëherë. Ata vazhduan të rrinin afër, duke folur për gjëra të vogla, për kujtime të përbashkëta, për situata që u bën të rëndësishme vetëm sepse ishin bashkë. Çdo fjalë kishte peshë, çdo heshtje ishte pjesë e bisedës. Në fund, Lim kuptoi diçka të rëndësishme. Afërsia e vërtet nuk ka të bëjë me dramat, spektaklet apo deklaratat e mëdha. Ka të bëjë me të qëndruarit pranë dikujt, të ndihesh i mbrojtur dhe i kuptuar, edhe në heshtje. Ky moment do të mbahej mend gjatë. Jo për një veprim të madh, por për atë ndjenjë të brendshme të paqes dhe mbështetjes që Lim kishte ndjerë për herë të parë në javë të tërë atensioni. Dhe për Beni, ky çast ishte një dëshmi se edhe një veprim i thjeshtë, një përqafim, një mbështetje, mund të flasë më shumë se çdo fjalë. Uji që nuk pastron gjithçka, bia e mbylli derën pas vetes me kujdes, sikur edhe zhurma më e vogël të mund ta tradhtonte. Shtëpia ishte e qetë, një qetësi e rëndë që nuk të jepte paqe, por ndjesinë se diçka ishte gati të shpërthente. Vëllai i madh nuk ishte më aty. Dënimi i saj kishte mbaruar vetëm në letër, në shpirt, ajo ende ndjente peshën e fjalëve të tij, banjoja ishte e mbushur me avull. Uji rrite, duke krijuar atë zhurmën monotone që të bën të humbasësh mendimet. Bia ul në vask për t'u qetësuar, për të ikur nga gjithçka që kishte bërë, nga puthja që kishte thyer një vit të padukshme, nga ndjenja e fajit që e përndiqte. Ajo nuk po kërkonte askënd. Nuk po mendonte për pasojë. Thjesht donte të fshinte nga vetja gjithçka që ndjente, por disa gjëra nuk fshihen me ujë. Limi ishte në korridor. Kishte ardhur pa plan, pa menduar gjallë. Puthja e asaj dite i ishte ngulur në mendje si një plagë që nuk mbyllet. Nuk e dinte pse po ecte drejt banjos, vetëm e dinte se po shkonte. Kur pa dritën e ndezur dhe dëgjoi ujin, ndaloi për një çast, aty u ndodh momenti i gabuar, ai qëndroi. Nuk hyri. Nuk foli. Vetëm kuptoi se po shkelte një kufi tjetër, më të rrezikshëm se i pari. Dhe megjithatë nuk u largua, në atë hapësirë të vogël, pa fjalë dhe pa veprim të qartë, u ndërtua diçka e gabuar, jo nga ajo që ndodhi, por nga ajo që duhej të mos ndodhte, dhe diku tjetër, Alba po vinte, ajo nuk e dinte pse kishte vendosur të kthehej. Një ndjesi e brendshme e kishte shtyr, ajo ndjesi që nuk gabon kurrë. Zemra i rrite fort, sikur po e paralajmëronte. Kur hyri në shtëpi, ndjeu menjëherë se diçka nuk ishte në rregull, shurma e ujit. Heshtja e tepërt. Prania e Limit aty ku nuk duhej të ishte, Alba ndaloi në mes të korridorit. Nuk bërtiti. Nuk foli. Vetëm kuptoi, dhe ajo kuptim e theu, nuk ishte nevoja të shite më shumë.
Mendja e saj e plotësoi vetë skenën. Zemra e saj e përjetoi dhimbjen përpara se sytë të konfirmonin ndonjë gjë. Ajo u mbështet pas murit, sikur trupi nuk po e mbante më. Lotët erdhen menjëherë, jo si më parë. Jo të qetë, por si një shpërthim i mbajtur gjallë. Shpatullat ju drodhen. Fryma ju pre. Dora ju ngjit të gjoksi, sikur zemra po i qahej nga brenda, kaq. Pëshpëriti me zë të thyer. Kaq pas ka qenë gjithçka, ajo mendoi për netët kur e kishte pritur. Për ditët kur e kishte mbrojtur. Për herët kur kishte zgjedhur të besonte, edhe kur diçka brenda saj i thoshte të mos e bënte. Për gjithçka që kishte dhënë pa kërkuar asgjë mbrapsht, unë të kam ndihmuar jashtë. Tha mes lotëve, duke ju dridhur zëri. Të kam mbajtur kur s'kishe askën. Dhe ti, fjalët ju shuan, limi u kthye. E pa. Dhe në atë moment e kuptoi plotësisht peshën e asaj që kishte bërë, jo vetëm me veprime, por me mungesën e ndalimit. Ai hapi gojën për të folur, por Alba ngriti dorën, mos, tha ajo. Një fjalë e vetme. E mjaftueshme, sytë e saj ishin të kuq, të fryrë nga lotët. Por brenda tyre kishte diçka tjetër tani, qartësi. Një qartësi e dhimbshme, por e vërtet, më dhem më shumë heshtja jote se çdo gjë tjetër, vazhdoi ajo. Më dhem që nuk më zgjodhe. Që nuk e mbylle derën. Që nuk u largove, ajo u kthye ngadalë, me hapa të rënë. Çdo hap ishte një ndarje. Çdo hap ishte një copë zemre që linte pas. Nuk vrapoj. Nuk dramatizoj. Vetëm u largua, në banjo, uji vazhdonte të rrinte. Bia e kuptoi se diçka kishte ndodhur. Ajo doli më vonë. E zbehur, e thyer nga ajo që kishte shkaktuar pa e menduar. Vëllai i madh u kthye më pas dhe shtëpia u mbush me zëra, me tension, me pyetje pa përgjigje, por Alba nuk ishte më aty, ajo ecte vetëm në rrugë, me lot që i rridhnin pa pushim. Nuk dinte ku po shkonte. Vetëm dinte se nuk mund të qëndronte më aty ku nuk respektohej. Në atë natë, Alba e humbi limin. Por fitoi diçka tjetër, veten, sepse ka momente në jetë kur e vërteta të shkatëron, por të shpëton njëkohësisht. Dhe ajo e vërtet, sa do e dhimbshme, e çliroi, uji mund të lajë trupin, por vetëm largimi mund të pastrojë shpirtin. Zemra filloi t'i rrite më shpejt, frymëmarrja ju rëndua dhe mendimet u bën të paqarta. Ajo filloi të analizonte çdo detaj të skenës, mënyrën se si Bia qeshte, pozicionin e trupit të saj mbi shpinën e limit, reagimin e tij, qetësinë e tij. Çdo gjë i dukej e egzageruar, e padrejtë dhe e dhimbshme. Xhelozia e Albës nuk ishte vetëm ndaj Bias, por edhe ndaj situatës në tërësi. Ajo ndjeu se nuk ishte respektuar, se ndjenjat e saj nuk ishin marrë parasysh. Brenda saj u krijua një konflikt i madh emocional, një pjesë e saj përpiqej të qëndronte e qetë dhe racionale, ndërsa një pjesë tjetër po shpërthente nga brenda. Ky konflikt e bëri Albën të ndihej e hutuar dhe e tensionuar. Mbrëmja kishte rënë qetë mbi shtëpi, por qetësia ishte vetëm në pamje të parë. Brenda mureve të Big Brotherit, emocionet nuk flen kurrë. Ato vetëm presin momentin e duhur për të dalë në sipërfaqe. Limi qëndronte vetëm në obor, i humbur në mendime. Ditët e fundit kishin qenë të rënda. Çdo hap që bënte dukej sikur sillte një pasojë të re. Çdo fjalë e thënë kthehej në temë. Dhe çdo heshtje interpretohej më fort se e vërteta. Bia e pa nga larg, nuk ju afrua menjëherë. Qëndroi pak, duke e vëzhguar. Ishte ajo lloj pauze që vjen kur zemra do diçka, por mendja ende heziton. Ajo kishte kaluar një javë të vështirë. Ishte ndjerë e rrëzuar. E padukshme, e harruar. Dhe tani, ndërsa e shite limin aty, i vetëm, diçka brenda saj u zgjua sërish, ajo u afrua ngadalë. Hajde, i tha me zë të ulët, pothuaj të butë, ta puth një herë. Se më ka marrë malli. Fjala mall nuk ishte e rastësishme. Ishte e ngarkuar me gjithçka që nuk ishte thënë më parë. Me netët e gjata. Me pritjet. Me ndjenjen e mungesës që nuk e pranon dot lehtë, limi ngriti syt nga ajo. U befasua. Jo nga afrimi, por nga sinqeriteti. Nuk kishte lojë në zërin e saj. Nuk kishte provokim. Kishte vetëm një dëshirë të thjeshtë për afërsi. Për një moment, asnjëri nuk foli, pastaj ndodhi ajo që ndodhi jo si skenë, por si impuls. Një afrim i ngadalë. Një çast ku gjithçka përreth u zbe.
Dhe një puthje që nuk kishte nevojë për përshkrim për t'u kuptuar. Ishte një puthje e ngarkuar me emocione të mbajtura gjatë, me një ndjenjë rikthimi dhe një kohësisht rreziku. Kur u ndan, asgjë nuk ishte më e njëjtë, bija buzëqesh i lehtë, por sytë e saj tregonin diçka tjetër. Një lloj lehtësimi të përkohshëm. Sikur për disa sekonda, ajo kishte marrë atë që i kishte munguar, vëmendjen. Afërsinë. Ndjesinë se ishte e dëshiruar, Limi, nga ana tjetër, mbeti i ngrirë për pak çaste. Ai e kuptoi menjëherë peshën e asaj që kishte ndodhur. Nuk ishte thjesht një moment. Ishte një sinjal. Një hap që do të sillte reagime. Pyetje. Pasoja, duhej? Pyeti ai më në fund, jo si akuzë, por si dyshim ndaj vetes. Bija ngriti supet lehtë, ndonjëherë, tha ajo, nuk është çështje a duhet. Është çështje a ndjen. Kjo fjali e la pa përgjigje, ata u ulën pranë njëri tjetrit, por tashmë distanca ishte ndryshe. Afërsia kishte ndodhur. Dhe tani po vinte pjesa më e vështirë, përballja me realitetin, kamerat kishin kapur gjithçka. Banorët e tjerë do ta shihnin. Do të flisnin. Do të gjykonin. Dhe diku tjetër, Alba do ta ndjente. Kjo ishte ajo që i rëndonte më shumë Limit, ai nuk ishte i paditur. E dinte se çdo veprim i tij kishte valë. Dhe kjo valë nuk ndalej vetëm te ai dhe Bija. Ajo prekte edhe plagë që ende nuk ishin shëruar. Bija e ndjeu ndryshimin në energjinë e tij. Mos u mbyll, i tha ajo, nuk ishte krim. Jo, u përgjigj ai, po nuk është as e lehtë. Ajo nuk insistoi më. E dinte që kishte marrë atë që kishte kërkuar për momentin. Por gjithashtu e dinte se kjo puthje nuk ishte fundi i një historie. Ishte vetëm një kapitull tjetër në një rrëmuj emocionesh që po bëhej gjithnjë më e ndërlikuar. Më vonë, në dhomat të rrëfimit, Limi foli pak. Nuk e di a ishte gabim, tha ai, po e di që s'ishte e pafajshme. Ndërsa Bija, në anën tjetër, ishte më e drejtë për drejtë, më kishte marrë malli, tha ajo. Dhe nuk desha ta fsheh. Në Big Brother, momentet e tilla ndajnë publikun. Disa i shohin si ndjenja të vërteta. Të tjerë si lojë. Por për ata që janë brenda, ato janë reale. Të ndjera. Të rrezikshme, sepse një puthje mund të zgjas pak sekonda, por pasojat e saj mund të zgjasin shumë më gjatë, dhe atë natë, të gjithë ndjenë se diçka kishte ndryshuar sërish.